Grenat Qirici, përgjithësi ekipet e forcave të armatosura, sot në Shkodër përballë Vllaznisë, sapo përfundoi me fitoren e thellë 12-2 të ekipit shkodran. E prisni këtë rezultat? Së pari, një falënderim të veçantë për mikpritjen e shkodranëve, këtu ku presin sot ekipin e forcave të armatosura pjesëmarrëse në kampionatin kombëtar të futsalës, duke treguar edhe një herë ruajtjen dhe zhvillimin e përgatitjes fizike për realizimin e detyrave specifike që ato kanë në përmbushjen e misionit të tyre, si dhe promovimin e sporteve jo vetëm në forcat e armatosura të Republikës së Shqipërisë, por tashmë edhe në rang kombëtar, edhe më tepër ndërkombëtar nëse do jetë nevoja. Qirici ju mbani gradën e nën kolonelit, sipas informacioneve, ndërkohë pjesë të skuadrës janë edhe lojtarë të tjerë të cilët janë me angazhime të tilla në forcat armatosura? Po, patjetër, është një ekip i ri, ekipi i forcave të armatosura, është një kënaqësi që marrin pjesë në kampionatin kombëtar të futsalës. Të gjithë pjesëtarët, lojtarët e ekipit të forcave të armatosura janë pjesë e forcave të armatosura, që nga grada nën kolonel, kolonel, major, e të gjitha gradat varësi. Kjo shumja tretë ekipit tuaj në kampionat ju demoralizon? Kjo i mirë i kampionatit? Absolutisht jo. Promovimi i sporteve, siç e thash dhe më pak më përpara, është qëllimi ynë kryesor. Promovimi i sporteve jo vetëm në forcat tona të armatosura, por edhe në rang kombëtar. Ky është qëllimi ynë kryesor. Kam bindjen që mungesa në ndeshjen e sotme e Bledar Mesit, i cili është një shkodran i mirë njohur si atlet kampion i Vllaznisë dhe me xher, por edhe pjesë ekipit tuaj ndikoi? Absolutisht që ai ka pjesën e vet këtu për arsye domethënë të një detyre parësore. Ai sot mungonte, por e kemi preparator atletik të ekipit të forcave të armatosura. Që të mendohet të jetë vazhdimësia e skuadrës, do të vinë rezultatet pozitive? Absolutisht që po. Ndeshjen e radhës e kemi me ekipin e Partizanit, ku ne do të japim maksimumin dhe në fund shpresojmë që të jemi në katërshen që do të konkurroj për fitimin e titullit. Faleminderit, suksese. Faleminderit ju, ishte kënaqësi sot ndeshja, por edhe mikpritja siç e thash.